Kam kënaqësinë t'ju mirëpres sot në këtë ryezë që po e bashkë organizojmë me Rajkun dhe Gizin në një moment të rëndësishëm për zhvillimin e politikës aurinore në Kosovë. Fillimisht dua t'ju falenderoj për pranimin tuaj dhe për mbështetjen e vazhdueshme që keni dhënë ndër vite për të rinjt e Kosovës. Përmes investimeve, programeve dhe partneriteteve tuaja, mijërat e rinj kanë pasur mundësi të zhvillojnë aftësitë e tyre, të përfshihen në jetën publike, të ndërtojnë ura bashkëpunimi dhe të kontribuojnë në zhvillimin e komuniteteve të tyre. Kosova është vendi me popullsinë më të re në Evropë. Për ne, kjo nuk është vetëm një karakteristikë demografike, por është një avantazh strategjik dhe është një përgjegjësi e madhe. Rinia përfaqëson potencialin më të madh zhvillimor të vendit tonë dhe investimi në të rinj është investim në të tashmen, por edhe në të ardhmen e Kosovës. Për këtë arsye, Qeveria e Republikës së Kosovës e ka vendosur rininë në mesin e prioriteteve kryesore të saj. Strategjia shtetërore për rininë 2024-2032 ofron vizionin ton afatgjatë për fuqizimin e të reve, ndërsa institucionet tona vazhdojnë të investojnë në programe që promovojnë pjesëmarrjen rinore, zhvillimin e aftësive, edukimin jo formal, vullnetarizmin, inovacionin dhe punësimin. Megjithatë, jemi të vetëdijshëm se sfidat me të cilat përballen të rinjt sot janë komplekse dhe kërkojnë përgjigje të koordinuara. Tranzicioni nga arsimi në tregun e punës, nevoja për aftësi të reja në një ekonomi që ndryshon me ritme super të shpejta, promovimi i paqes dhe kohezionit social, si dhe krijimi i mundësive të barabarta për të gjithë të rinjt, mbeten prioritetet të përbashkëta. Pikërisht për këtë arsye, takimi i sotëm ka një rëndësi të veçantë. Në një kohë kur po shohim zvoglim të fondeve dhe pranisë së disa donatorëve në rajon, bëhet edhe më e domosdoshme që resurset ekzistuese të përdoren në mënyrë strategjike, të koordinuar dhe me ndikim sa më të madh. Kjo tryezë na jep mundësinë të kemi një pasqyrë më të qartë të mbështetjes aktuale për rininë në Kosovë, të identifikojmë boshllëqet ekzistuese dhe të harmonizojmë më mirë ndërhyrjet tona. Nevoja për koordinim nuk është vetëm e dëshirueshme, ajo është domosdoshmëri. Vetëm përmes bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve, donatorëve, organizatave rinore dhe partnerëve ndërkombëtar, mund të kemi një kuptim të qartë se ku po orientohen fondet, cilat prioritete po mbështeten dhe cilat nevoja ende mbeten të pa adresuara. Për këtë arsye, do të dëshiroja të propozoj që ky takim të mos mbetet vetëm një aktivitet, por të shndërrohet në një platformë të rregull vjetore, koordinimi për sektorin e rinisë në Kosovë. Një platformë e tillë do të na mundsonte të mblidhemi çdo vit për të analizuar progresin, për të identifikuar sfidat e reja, për të shkëmbyer informacion mbi investimet dhe për të harmonizuar prioritetet tona në përputhje me nevojat reale të të rinjve dhe objektivat strategjike të Kosovës. Po aq e rëndësishme është që kjo platformë të mos kufizohet vetëm në nivel qendror, por të përfshijë edhe nivelin lokal. Komunat e Kosovës përballen me sfida, prioritete dhe realitete të ndryshme. Nevojat e të rinjve në një komunë nuk janë domosdoshmërisht të njëjta me ato në një komunë tjetër. Prandaj, përfshirja e komunave në këtë proces do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë nevojat specifike lokale dhe të sigurojmë që mbështetja të jetë sa më efektive dhe e orientuar drejt rezultateve konkrete. Sot do të diskutojmë 3 fusha më rëndësi të veçantë për zhvillimin e rinisë në Kosovë. Së pari, rinia, paqja dhe siguria. Të rinjt nuk duhet të shihen vetëm si përfitues të politikave të paqes, por si aktor aktiv në ndërtimin e saj. Përmes pjesëmarrjes së tyre, dialogut, edukimit për paqe dhe përfshirjes në proceset vendimmarrëse, ne ndërtojmë shoqëri më të qëndrueshme dhe më rezistente. Së dyti, arsimi. Ne kemi nevojë për një sistem arsimor, që jo vetëm transmeton njohuri, por përgatit të rinjt për sfidat e së ardhmes. Arsimi cilësor, edukimi qytetar, edukimi për paqe dhe zhvillimi i aftësive praktike
janë elemente kyçe për fuqizimin e brezit të ri. Së treti, punësimi të rejë. Çdo i ri do të ketë mundësi reale për të zhvilluar potencialin e tij profesional. Për këtë arsye do të vazhdojmë të krijojmë ura më të forta ndërmjet arsimit, aftësimit profesional dhe tregut të punës. Të nderuar pjesëmarrës, siç e keni parë edhe nga matrica e donatorëve e prezantuar në kuadër të këtij procesi, një nga sfidat kryesore mbetet shasja përbashkët në informacion dhe koordinimi i investimeve. Pikërisht për këtë arsye, Ministria e Sportit dhe Rinisë, si një ministri e re që është ende në proces të konsolidimit dhe ndërtimit të kapaciteteve të saj institucionale, po planifikon që gjatë zhvillimit të web faqes së re zyrtare të krijojë një hapësirë të veçantë për publikimin dhe përditësimin e vazhdueshëm të kësaj matrice. Qëllimi ynë është që kjo platformë të shërbejë si një burim i përbashkët informacioni për të gjithë aktorët relevantë. Përmes saj, do të mund të kemi transparencë më të madhe mbi fondet, programet dhe iniciativat që mbështesin të rinjt, duke shmangur mbi vendosjet dhe duke identifikuar më lehtë fushat ku nevojitet mbështetje shtesë. Ministria e Sportit dhe Rinisë është e gatshme të luajë rolin e urës lidhëse në këtë rrugtim. Ne shohim veten si një partner që sjell bashkë institucionet, donatorët, organizatat rinore dhe vetë të rinjt, me qëllim që çdo investim dhe çdo iniciativë të kontribuojë në mënyrë sa më efektive në zhvillimin e rinisë në Kosovë. Kosova nuk kërkon vetëm mbështetje financiare, Kosova kërkon partneritete afatgjata, koordinim më të mirë dhe angazhim të përbashkët për të krijuar mundësi më të mëdha për të rinjtë tanë. Investing in young people is one of the smartest investments any society can make, and I would like to thank the acting minister Enrico for convening this important meeting. Today's roundtable comes at a crucial moment. Donor funding is decreasing across the Western Balkans. Strengthening coordination and ensuring continued effective support for young people is more important than ever. This meeting offers an opportunity to build a clear and shared understanding of the youth funding landscape in Kosovo and to lay the groundwork for stronger cooperation. Kosovo has the youngest population in Europe, a major human capital asset. To unlock its potentials, institutions and international donors should strategically support them, especially in education, employability, and peace and security. These priorities align with the Kosovo State Strategy for Youth 24-2032, which is largely based on the EU Youth Strategy. In the area of education, the focus is on how the system in Kosovo can better respond to the real needs of young people. Investments start already at the stage of early childhood and should continue through the whole education cycle. This includes improving learning outcomes, developing practical skills, promoting civic education, and building stronger links between schools, communities, and future employment opportunities. In the area of employment, the challenge is clear. Young people need access to jobs, but also the right skills and a smoother pathway from education into the workplace. This means ensuring that vocational training and higher education are much more closely aligned with the realities of the labor market. A key concern is that in Kosovo, 1 in 3 young people are not in employment, education, or training. This is why the upcoming Youth Guarantee is so important. It will ensure that every young person receives a good offer for a job, education, apprenticeship, or traineeship within a time set after becoming unemployed or leaving school. Last but not least, the discussion on youth peace and security is equally important, as the acting minister rightly underlined. Young people have a vital role to play in peace building in Kosovo, including through addressing trauma from the past, promoting inclusion, strengthening resilience, and integrating youth peace and security principles into local governance. As Kosovo's strongest and most reliable partner and the largest provider of financial assistance, the EU supports all these areas through different programs at national and regional level. This reflects our continued commitment to strengthening support for young people.
My colleague will later outline the specific opportunities available in Kosovo. To conclude, this roundtable is an opportunity to listen first and foremost to young people, to better align our efforts as donor community and as government, and strengthen collaboration in this area. In doing so, we can ensure that the voices of young people in Kosovo are heard and translated into meaningful action. Qëllimi i këtij prezantimi nuk është vetëm të evidentoj sfidat, por edhe të identifikoj mundësitë për bashkëpunim më të fortë ndërmjet institucioneve, organizatave të shoqërisë civile, partnerëve ndërkombëtar dhe donatorëve. Duke dëgjuar të rinj dhe duke kuptuar nevojat e tyre, ne mund të harmonizojmë më mirë përpjekjet tona dhe të sigurojmë që mbështetja të arrijë aty ku është më e nevojshme. Gjatë prezantimit po ashtu do të përraqes disa nga trendet kryesore që kanë dalë nga këto konsultime dhe do të diskutoj se si ato lidhen me prioritetet e politikave rinore dhe objektivat zhvillimore të Kosovës. Shpresoj që kjo pasqyrë të kontriboj në një diskutim konstruktiv mbi mënyrat se si mund të vazhdojmë të punojmë së bashku për të krijuar më shumë mundësi dhe një të ardhme më të mirë për të rinj. Le të fillojmë me mundësitë e punësimit, e cila vazhdon të jetë një nga shqetësimet kryesore të ngritura nga të rinjt në Kosovë. Gjatë konsultimeve me të rinjt nga komuna të ndryshme, një mesazh i përbashkët u përsërisht vazhdimisht. Kalimi nga faza e arsimit në tregun e punës është shumë më i vështirë se sa duhet të jetë. Pas viteve të tëra studimeve, shumë të rinj hasin në vështirësi në gjetjen e mundësive që përputhen me kualifikimet dhe ambicjet e tyre nga sistemi i arsimit që ata kanë diplomuar. Një nga sfidat kryesore që ata theksojnë është hendeku ndërmjet njohurive që fitohen në sistemin arsimor dhe kërkesave të tregut të punës. Edhe pse arsimi ofron bazë të rëndësishme teorike, shumë të rinj mendojnë se kanë pak mundësi për të fituar përvojë praktike para hyrjes në tregun e punës. Si rezultat, shpesh përballen me paradoksin ku punëdhënësit kërkojnë përvojë, e është shumë e vështirë të fitohet përvoja pa ju dhënë fillimisht një mundësi. Të rinj gjithashtu theksojnë rëndësinë e rritjes së aftësive të tyre digjitale, komunikimit, punës në ekip, zgjedhjes së problemeve dhe kompetencave të tjera praktike që kërkojnë gjithnjë më shumë në tregun e punës. Ata besojnë se nevojitën më shumë mundësi për zhvillimin e këtyre aftësive praktike profesionale, programeve të mentorimit që fatkeqësisht ende janë të cekta ose jo të përmbushura ashtu siç duhet të jenë, si dhe bashkëpunimit më të ngushtë ndërmjet institucioneve arsimore dhe sektorit privat. Një çështje tjetër që përmendim shpesh është pasiguria për perspektivën profesionale, sepse si rezultati të gjitha këtyre hendeqeve vije edhe pasiguria për perspektivën profesionale. Pavarësisht përkushtimet dhe kualifikimeve tona, gjetja në një punë të shëndrueshme dhe kuptim plot ende mbetet sfidë. Kjo situatë pastaj lidhet edhe me migrimin, ku të rinjt nuk shohin mundësi të mjaftueshme për zhvillim profesional dhe stabilitet ekonomik, shumë prej tyre konsiderojnë ndoshta edhe një mundësi jashtë vendit. Megjithatë, ende ka shpresë, sepse këta të rinj po ashtu shprehen pozitiv nëse këto mundësi përmirësohen në vendin tonë. Çka tutje, e jam shumë e lumtur që vizioni i qeverisë pikërisht atakon me ato se çka janë ngrit, po them sfidat edhe çka i preokupon rinin. I nderuar ministër, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar ju partnerë ndërkombëtar, të dashur kryetar të komunave, drejtarë dhe të gjithë ju të pranishëm. Duke qenë se ministri prezantoi prioritetet politike dhe strategjike, unë do të ndalem shkurtimisht tek dimensioni praktik i zhvillimit të rinisë në Kosovë dhe rëndësia e investimeve që po bëhen për ta kthyer rinin në një faktor real të zhvillimit ekonomik dhe të shoqëror. Kosova sot ka një profil demografik unik në Evropë. Mbi 50% e popullsisë është në moshën 30 vjeçare, ndërsa rreth 70% e popullsisë është në moshën 35 vjeçare. Kjo e vendos rinin jo vetëm si një prioritet social, por si motorin kryesor të zhvillimit ekonomik dhe institucional të vendit. Megjithatë, potenciali demografik nuk mjafton nëse nuk shoqërohet me investime të strukturuara dhe afatgjate. Pikërisht për këtë arsye, strategjia shtetërore për rinin 2024-2032 përbën kornizën kryesore të ndërhyrjeve tona duke orientuar politika drejt punësimit, aftësimit profesional, pjesëmarrjes qytetare dhe mobilitetit rinor. Në kuadër të vitit 2025, vetëm gjatë këtij viti janë zgjeruar ndjeshëm programe që prekin drejt për drejt të rinjët.
Mbi 120 aktivitete dhe trajnime rinore janë realizuar në nivel vende, duke përfshirë mira të rinë në programe të aftësimit, vullnetarizmit dhe zhvillimit të aftësive jetësore dhe profesionale. Një ndër programet më të rëndësishme që do të zbatohet në nivel qeveritar është skema e garancisë për të rinjët, e cila synon që çdo i ri të ketë qasje në punësim, trajnime profesionale, praktik pune ose arsime brenda një periudhe të arsyeshme kohore. Kjo është një nga investimet më të rëndësishme për të ardhmen e të rinjve tonë dhe realizohet përmes bashkëpunimit të ngushtë nëpërmjet Ministrisë së Sportit dhe Rinisë, Ministrisë së Financave, Punës rreth transfereve, Agjencisë së Punësimit dhe partnerëve tonë ndërkombëtar. Aktualisht, më shumë se 30% e të rinjve të regjistruar në programet e punësimit, përfshirë këtu edhe superpunën, rreth 15.000 të rinj janë përfitues të kësaj skeme dhe janë ndërhyrjet e para të trendit të rritjes së integrimeve në tregun e punës.